Korça u mbulua nga magjia e festivalit ndërkombëtar të bandave frymore Air Beat Festival. Lulu Fest, një aktivitet që solli muzikë, ritëm dhe emocione në zemër të qytetit. Sheshi qendror u mbush me qytetarë dhe turistë, të cilët ndoqën me interes performancat e bandave frymore. Artistët sollën një spektakël plot ngjyra, me interpretime dhe parada artistike që u shoqëruan me duar trokitje dhe një atmosferë festive. Pjesëmarrës nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës interpretuan një repertor të larmishëm, duke i dhënë qytetit një atmosferë ndërkombëtare dhe duke e kthyer Korçën në një skenë të hapur të muzikës frymore. Në këto ditë nxehta vere, qyteti mirëpret çdo ditë vizitor vendaze të huaj. Festivali u shndrua në një tjetër atraksion kulturor, duke promovuar jo vetëm artin dhe traditën, por edhe turizmin. Pjesëmarrja e madhe e publikut tregoi edhe një herë interesin për aktivitete që pasqyrojnë jetën kulturore të qytetit. Aktiviteti vijoi me parada dhe koncerte të tjera, ndërsa organizatorët synojnë që Air Beat Festival të kthehet në një traditë të përvitshme me pjesëmarrje ndërkombëtare. Festivali organizuar nga Bashkia Korç dhe Qendra e Artit dhe Kulturës në Korç, duke vendosur qytetin në hartën e aktiviteteve të rëndësishme kulturore të sezonit veror.